Largohu nga shtypja, sepse me të vërtet, ajo shpejton rënien e dikujt dhe bën që të rrjedhin lot, keqardhje dhe pikëllimi nga ai që vepron sipas saj. Kjo thonje nga Imam Aliu shërben si një përkujtesë e thellë për të gjithë myslimanët që të përmbahen nga shtypja dhe padrejtësia. Imam Aliu, i njohur për urtësinë dhe dijen e tij, na këshillon të qëndrojmë larg akteve të shtypjes, pasi ato jo vetëm që çojnë në rënien tonë, por gjithashtu sjellin keqardhje dhe pikëllim. Për të kuptuar më tej rëndësinë e shmangjes së shtypjes, do t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu në suren En'am, ajeti 152, thot: "Dhe mos ju afroni pasurisë së jetimit, përveç se në mënyrën më të mirë derisa ai të arrijë pjekurinë. Dhe jepni masë dhe peshë të plot me drejtësi. Ne nuk e ngarkojmë askënd përveç me atë që është brenda mundësive të tij. Dhe kur të dëshmoni, jini të drejtë, edhe nëse ka të bëjë me një të afërm, dhe zotimin e dhënë Allahut plotësoni. Ai ju ka urdhëruar këtë që të mund të merrni mësim." Ky ajet thekson rëndësinë e drejtësisë dhe paanësisë në marrëdhëniet me të tjerët, përfshirë jetimët. Ai thekson nevojën për të vepruar me integritet dhe për të shmangur çdo formë shtypje. Duke ju përmbajtur këtyre parimeve, ne jo vetëm që i përmbushim detyrimet tona ndaj të tjerëve, por edhe mbrohemi nga pasojat negative që rrjedhin nga sjellja shtypëse. Një tjetër ajet që hedh dritë mbi pasojat e shtypjes gjendet në surën Gashije, ajeti 26, ku Allahu paralajmëron: "Pastaj, me të vërtet, është në përgjegjësinë tonë të bëjmë llogaritjen e tyre." Ky ajet shërben si përkujtesë se Allahu është gjykuesi përfundimtar dhe ai do të na mbajë përgjegjës për veprimet tona, veçanërisht ato që përfshijnë shtypjen. Pasojat e shtypjes mund të mos jenë të menjëhershme, por jini të sigurt se drejtësia e Allahut do të mbizotërojë. Këshilla e Imam Aliut në këtë thënie nuk është vetëm një paralajmërim për pasojat e shtypjes, por edhe një thirrje për të reflektuar mbi veprimet tona. Kur shtypim të tjerët, jo vetëm që i dëmtojmë ata, por edhe i njollosim shpirtrat tanë. Lotët e keqardhjes dhe pikëllimit të përmendur në këtë thënie simbolizojnë keqardhjen që e përfshin shtypësin kur ai kupton madhësinë e veprimeve të tij. Imam Aliu na nxit të jemi të vetëdijshëm për sjelljen tonë dhe të përpiqemi për drejtësi dhe paanësi në të gjitha aspektet e jetës sonë. Duke vepruar kështu, ne jo vetëm që mbrojmë veten nga pasojat negative të shtypjes, por gjithashtu kontribojmë në një shoqëri të drejtë dhe harmonike. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e fuqishme për muslimanët që të përmbahen nga shtypja. Ai na paralajmëron për rënien e shpejtë dhe lotët e keqardhjes që shoqërojnë aktet e shtypjes. Duke reflektuar mbi udhëzimet e dhëna në Kur'an dhe duke i kushtuar vëmendje këshillave të Imam Aliut, ne mund të përpiqemi të jemi të drejtë dhe të ndershëm në të gjitha marrëdhëniet tona, duke u mbrojtur kështu nga pasojat negative të shtypjes dhe duke siguruar një të ardhme më të mirë për veten dhe komunitetet tona. Allahu na udhëzoft të gjithëve në rrugën e drejtësisë dhe na mbroft nga shtypja.